të rënda, por edhe në prokurorinë e posaçme, dhe mendoj se meritokracia e ka vendosur atë në vendin e drejtuesit të prokurorisë më të rëndësishme në Shqipëri, dhe ai është, besoj se, një augur i mirë dhe për atë institucion, por edhe për të gjithë shqiptarët që do të drejtohet kjo prokurori nga zoti Brau. Ishin dhe 3 kandidatë të tjerë në garë ditën e sotme. Votat u ndan 7-3-1 dhe 0 për zonjën Musabelliu. Si të duk shpërndarja e votave në KLP? Nuk patëm një raund të dytë votimi, apo edhe për një balotazh që flitej me zotit Zholi dhe zotit Brau në fakt ditën e djeshme? Votimi normalisht që goxha pozitiv për zotin Brau, ishte mori si asnjëherë tjetër 7 vota, që ishin bindse normalisht edhe ishin një shumicë e mirë votash. Përsa i përket kandidatëve, do të them që të gjithë ishin profesionistë, janë prokurorë të prokurorisë posaçme. Një prej tyre është e gjinis në femër, që është normalisht... Dhe për herë të parë kandidonte një zonjë për postin e kreut të SPAK-ut. Po, për herë të parë një zonjë ishte në kandidaturë, mirë po me sa shikohet, do të thënë që anëtarët e KLP-s nuk e kanë parë të arsyeshme që t'i orientojnë një votë dhe për nga numri i votave, sepse pa i numër votash, mos të harrojmë dhe që mënyra e votimit për kësaj radhe është ndryshe nga era e kaluar, dhe si e tillë normalisht mund të ngelesh dhe pa vota. Herën e parë para 3 vjetësh ishte me ngritje dore, këtë herë ishte që çdo antar i KLP-s shkruante emrin e atij që votonte. Dhe do të vendosej secila, domethënë, në një flet dhe më mbas do të numëroheshin, siç kemi parë dhe votimet e ndryshme në parlamente në këto. Mendoni që ndryshoi votimi edhe pas insistimit të ndërkombëtarëve, kishin ditë ambasadorët e Gjermanisë, e ngarkuara me punë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Britanisë së Madhe ditën e djeshme, që kërkonin transparencë, proces të drejtë në zgjedhjen e kreutërisë të SPAK-ut. Pra i mëshuan edhe këtë herë shumë fort. Unë nuk mendoj se ndërkombëtarët kanë orientuar për të votuar me SSB-n në Kloden Braun, sepse ndërkombëtarët nuk kanë se si ta bëjnë këtë gjë. Jo, e kisha për ndryshimin e votimit. Them, nga 3 vite më përpara. Ndryshimi i votimit nga ata është propozuar dhe nga KLP është minatuar. Po prapë ky komision, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, votoi dhe ndryshimin e ligjit, votoi edhe kryetarin e ri të prokurorisë posaçme, që normalisht nuk është se do të sillte ndonjë ndryshim të madh në mënyrën e votimit, por bindja që ata kanë krijuar nga intervista që ju kanë marrë personave që quhen kandidat, por dhe nga historiku i tyre në punën e së kaluarës dhe nga personaliteti i tyre. Avokat Meminaj, si të duk prania e shtuar e diplomatëve sot në sallën ku zhvilloi mbledhja e KLP-s, krahasuar me 3 vjet përpara, ne kishim vetëm ambasadoren amerikane të kohës, Yuri Kim, prezente në atë sallë pak minuta para se të niste mbledhja. Ndërkohë sot kishte një numër të madh edhe të ambasadorëve të vendeve kyçe të Bashkimit Evropian. Kjo tregon që trendi tashmë i ardhjes së ndërkombëtarëve në ditën e votimit të kreutërisë të SPAK tashmë është bërë procedurë standarde dhe është i vetmi institucion që ata kërkojnë që mos të preket ndoshta nga interesa politike dhe interesa të ndryshme, por të qëndrojë ashtu siç ata e duan, sepse vetëm duke patur drejtuesin e SPAK-ut mund edhe të kenë pritshmëritë që SPAK-u ta mbajë po në atë nivel që është emrin e vetë. Nga platforma e zotit Brau, nëse ju arritët ta dëgjoni, çfarë do veçonet? Platforma e zotit Brau është tipikisht profesionale e tij. Ai pretendoi për kërkesa ekstra që drejtori i Komisionit të Ligjeve ndoshta dhe qeverisë, me të cilën ai do të duhet dhe ta hetoj, por ndërkohë dhe t'i kërkoj, sepse ai u fokusua tek strukturat e posaçme që duhet të ketë ajo prokurori, byroja kombëtare e hetimit, që në mbledhjen shumatore të veprimeve dhe në bazë në rezultatet e kësaj prokurorie mos të cenohet besueshmëria për atë prokurori dhe normalisht të jetë
totalisht e pavarur me organet e tjera ligjzbatuese siç është Policia e Shtetit. Dhe ata normalisht po ndjen tani atë mungesën ligjore që unë kam thënë edhe nëpër studiot e tjera kur kam dhënë intervistat e mia, që ne kemi